se 22.1% e gjithë territorit të Shqipërisë është caktuar si zonë e mbrojtur. 12 parqe kombëtare, 28 parke kategorisë 4, 11 peizazhe të mbrojtura kategorie 5 dhe territori privat ku projekti i investimit është i kategorisë 5, peizazhi i mbrojtur. Dhe më konkretisht, zona e propozuar për zhvillim është në pronësi private. Projekti nuk ka të bëjë me shitjen e tokës private, është në fazën e zhvillimit dhe nuk është miratuar projekti përfundimtar. Një vlerësim i plot i mjedisit nuk është paraqitur ende dhe çdo zhvillim i jashtëm do t'i nënshtrohet kërkesave të ligjit. Projekti nuk mund të vazhdojë pa miratimet përkatëse nga autoritetet përkatëse mjedisore dhe të lejeve. Do të vlerësohet ndikimi i mundshëm në biodiversitet, habitat, peizazh, ekosistem, burime ujërore. Procesi do të përfshi konsultime me komunitetet, me publikun. Objekti është që të ofrojmë një model turizmi që krijon vende pune, tërheq ekonomi dhe investime dhe mbron njëkohësisht vlerat ekologjike të zonës.